Pas skandalit të një institucioni të madh të shoqërisë britanike si BBC-ja me abuzime seksuale të një prej ish prezantuesve të saj të njohur dekada më parë, tashmë duket se një tjetër institucion i madh britanik si futbolli po përjeton krizën më të madhe në historinë e tij me thellimin e skandalit me abuzimin e futbollistëve të grup moshave të vogla. Shefi i Federatës Angleze të futbollit Greg Clark ka konfirmuar këtë krizë pasi 20 ish futbollistë kanë bërë akuza se janë abuzuar seksualisht në ekipet e grup moshave, ndërkohë që policia ka marrë 250 telefonata. Qeveria britanike do të organizojë një mbledhje me policinë dhe Federatën e futbollit për këtë çështje dhe Ministria e Sportit i ka shkruar më shumë se 40 organizmave të futbollit ku kërkon të shqyrtojnë nëse ka pasur historikisht pretendime për abuzime seksuale me ish futbollist. Të paktën 8 forca policore në Britani janë duke hetuar për këto pretendime, ndërkohë po hetohet nëse ka pasur fshehje të këtij skandali nga organizmat sportive ndër vite. Mësohet se një fond për mbrojtjen nga abuzimet e ish futbollistëve është anulluar nga Federata e Futbollit në 2003. Në një gest të paprecedent guximi, duke hequr dorë nga e drejta e tij për anonimitet, ishte ish futbollisti anglez Andy Woodward, tashmë në moshën 43 vjeçare, që deklaroi në një program të BBC se ai kishte qenë përdhunuar për 4 vjet të rresht nga ish trajneri i tij pedofil Barry Bennell. 62 vjeçari është burgosur me 9 vite burg në vitin 1998 pasi pranoi abuzimin me djemt dhe të rinj disa 9 vjeçar gjatë 2 dekadave që ka qenë trajner. Arben Mana, Top Channel, Londër.